Përshëndetje shikues të radio televizionit 21, shikues të emisionit Një kafe me Labin. Jemi edhe sonte bashkë, uroj dhe besoj se diçka të bukur do t'ju sjellim edhe sonte. E kremi veç kafet po përgatiten. Faleminderit Lumit edhe Taulantit se si gjithmonë, domethënë që janë pjesë e imja, pjesë e pandashme e emisionit Një kafe me Labin. Është kënaqësi që sonte unë jam bashkë me juve, shikues, jam bashkë me gjithë ata të cilët fakt janë shumë edhe në rrjetet sociale. Atë ju që na shikoni edhe në YouTube përpos televizionit, por edhe Instagram, TikTok, kudo aty ku jemi bashkarisht. E bukur është kjo natë për shkak se unë kam një njerëz të ftuar në pjesën e parë të emisionit, i cili në fakt priton shumë edhe kur nuk ka dashur me thonë me dalë para kamerave, por tek lavi s'mundet me thonë jo. Është kënaqësi e madhe për shkak se ka punu fuqishëm, ka punu sa i përket realizimit edhe imazhit, ndoshta edhe shumë të artistëve që i shohim sot edhe duken për mrekullitë Zotit me videoklipet e tyre, ideja, ardhja, prurja, klikimet, gjithë shkafe, sonte është kënaqësi Adonis Krasniqi në kam në studion e emisionit Një kafe me Labin. Adonis, faleminderit shumë që je pjesë e imja sonte, uroj edhe besoj se diçka të bukur kemi me sjell për shikuesit e emisionit Një kafe. Përshëndetje La, përshëndetje për gjithë shikuesit e Një kafe me Labit. Faleminderit shumë për ftesën, edhe ndina shumë i privilegjuar që jam sonte i ftuar këtë, edhe pse qysh e tha dhe vet na zakonisht jena të mësuar mbrapa kamera, po ty s'mujna me të thonë jo. Unë shumë interesante, kam edhe Astritin atje, dhe me thonë, si me vra, si me pru qëto. Njëjtë, dhe me thonë, kështu që... Kështu që ai më kuptoj mas mirë të këtë razë, na që ka jena ka pjesa e realizimit, është pak ma... Po më vjen mirë që jemi sonte bashkë, edhe në përdu një falenderim shumë të madhë me ta bo edhe ty, po edhe ati vllavë tonë në ndritit që në fakt unë kom pas fatin dhe me thonë me qenë kamerman i Një kafe me Labin, kam pas fatin dhe me thonë me punu bashkë me ta, e bukura e krejt kësaj se minë që të binda për me të arë këtë, se unë të një familjaresht. Faleminderit e krem, ta një krejt familjen e i di kështu një përshëndetjet madhe për gjithë ata që e di që janë para këtujt, e mbi gjitha një po gjyshës. Gjithë gjyshe, përshëndetjen gjyshën që e du ma shumë. Ta shte, unë ta përmenda gjyshën, është sonte shumë sandi ki par prit me këto. Unë s'di kur që e di që ke zi diqka me ndritë. Unë qëllimin e kom pas me të pru qëto. Ta shte, këto tjerat vinë. Veç pyetja e pare, jamja se unë sonte nuk jam aj njeriv që pës gjithë shka. Sepse janë miqë të tu, janë njerës të tu dhe më tonë në zemrës, janë njerës dhe më tonë që ti e rëthën 24 orëshën e ditës edhe besa dhe tjetës, që ata sonte kanë shprej dëshirë në përmet e emisionin Një kafe me Labin, ata me bo pyetje. Unë nuk bëj pyetje sonte. Apo, e pas ke ndru për motin. Sonte kena ndru dhe më tonë, kështu që janë njerës të tu të zemrës, unë përdu më pyetjen e parë me ta bo. Allah hile, qysh ki nerva më marë me ta, se mu mi kanë prish nervat. Mu më kanë me të halatu nerva, kështu që, ja, për kontraze është, për mu është kënaqësi se e bëj këtë punë me shumë qef edhe me shumë dëshirë edhe është pasion për mu, nuk është veç punë. Kështu që kur kombinohen këto dyja bashkë, po besoj normal, si çdo punë tjetër ka dhe stres, ka dhe lodhje, ka dhe probleme, ka keq kuptime, mirë po jam bo 2 vjetë që merrna me këtë punë edhe po besoj që po mundona mi menaxhu në mënyrën më të mirë të mundshme. Normalisht që është edhe vetë nuk është shumë e lehtë, domethënë me qëndru prova vizualitetit gjithë aty në videoklipeve të cilat na i prodhojmë, mirë po me vjetë shkën të u bo pak ma rutinë. Unë e di që një kohë një periull ti e mban men shumë mirë dhe mu vjen mirë sot që jo vetëm jo, por edhe produksionet cilat veprojnë në Kosovë janë shembull për shumë produksione ndryshme edhe të huja. Për shkak po flas këtu, po ndërhy këtu për shkak që unë kom qenë ndërsa tash 2 dekada jam këtë industri, edhe në fakt unë e di në atë kohë revolucioni kon me Maqedoninë. Kurse sot e kemi lënë Maqedoninë mbështet, edhe jemi këtë anën tjetër, domethënë shumë ma civilizuar për marr shembull, jo, po ma të përgatit për një videoklip edhe për një realizim një spotit. Po, shumë e vërtet. Tash në përgjithësi Kosova edhe Shqipnia ka pas shumë talenta edhe vazhdo me pas, edhe ka muzika, edhe ka ona vizuale, dhe me thonë ka ona videos, ka ona filmet. Normalisht na ma herët jena ko pak ma normalin në para luftim kon i ri fmi, po fuli janë kon do barrikada cilët nështë ta besoj edhe atu ka ndiku që s'ka mujt me jetë sot duhet. Normalisht
edhe pjesës të industrisë, kinematografisë, i ka vy pak një farë rikuperimi mas luftës me marrë veten. Kështu që sot jem ku jem, po besoj që jena po mundohemi me bo krenar vendin tonë me që ato që apo prodhojna. Normalisht sfida ka shumë, mirë po dëshira është shumë e madhe me bo diçka, me pru diçka standarte që janë nivelit botëror, edhe dal ka dole, besoj që kena me arrit edhe jena të arrit, po besoj që po ka shumë suksese në përgjithësi edhe artistat edhe fusha e kinematografisë, veç po ka suksese në botë. Një vend ka që i vogël, po bëm kërgja shumë në botë, kështu që është. Bravo. Mu më vjen mirë edhe mbi gjitha, dhe me tonë këto momente, unë i kisha dash më ndalë pak edhe me shikuesit, për shkak që ne po flasim, unë thash, ja fillova me një herë, dhe me tonë, me ato pyetjet e mia, po këto momente unë kisha dash me shkëput diçka prej punës të bukur, dhe me tonë, edhe të realizueshme, cilët fakt sekuenca gjithmonë e ka sjell bashkë me Adonisin, kuptohet me ekipin kreativ të cilët janë të përkushtuar. Po ja nisim kështu, po i shikojmë domethënë disa prej videoklipeve të cilat e kanë filluar, po ja nisim me Dafina Ziqirin, domethënë i parafundit, domethënë. Po ja nisim me ato që është komentuar kogja shumë, domethënë ajo fryma që veke, domethënë herë këton herë aton, po Butrintit, Donxhonit, Kidës, shumë tjerëve. Kështu që po i shohim pak sekuenca të shkurta, edhe tek unë sekuenca tash këto momente, edhe pastaj kthehemi prap të jemi bashkë. Jena qëtë nalë të ujtë kritikat. Pam disa prej videoklipeve se si janë realizu, që janë realizu, por më tej për ju që në fakt jeni kurështar, ndështë me hulumtu pak ma shumë punën e sekuencës, kjo është faqja. Sekuenca studio, për ndryshe, është faqja Instagramit, mundeni me hy, dhe më tonë me bo follow, mundeni edhe me pa, dhe më tonë se cilën. Këto momente që edhe unë e përbëj, e kom dasht live, kështu para juve me bo follow edhe unë vetë. Është puna, krimtaria e se cilët për juve. Me Mato Lalën, dhe më thonë, unë për thëmë që kone fundit ja kom nisë, dhe më thonë, mitësish kështu, po du me janis me ta. Pa janë ashkallu asë njoni për këtëve, po definitivisht unë mëj me thonë që është një mik shumë i mirë juje. është shumë e vërtet, Matën, do me thonë, nuk e kena veç bashkëpunëtor, po e kena dhe shumë se sa bashkëpunëtor, është një djallë tepër mirë, tepër talent, tepër korrekt, edhe, do me thonë, e kom normal, thash, e kom si një vlla tret. Jo, përshëndetje gjithëve, si jeni? Ky video mesazh shkon për shokët e mi të Drenicës, për më të fojtët e videoklipeve. I përshëndes shumë, i them që janë çuna të mrekullueshëm, të papam, më kalon përshtypje, domethënë që nga fillimet e bashkëpunimit ton ku kena bërë klipin e parë, edhe deri te klipi 6 që ishte para pak kohësh. Unë kam ndruar një nivel tjetër, çunat janë absolutisht nga më të talentumit e kësaj industrie. Edhe unë ju du fojt, jeni djem të papam, ju përshëndes shumë edhe keep going broski. Ma të fojtët. Mato është shumë i veçantë, edhe muzikën që e bën e ka normalisht shumë të veçantë, edhe kur ka ardhur për herë të parë, do me thonë sekuencë të na, u vret ajo energjia që e ka, do me thonë edhe kalojna tepër mirë me to, do me thonë është një qënë fantastik. I urojmë shumë sukses edhe përshëndesim shumë Matën. Okej, pa hy do me thonë këtëve pyetjeve këtona që do t'i bëj, po ja nisi prej këtëmve, do me thonë, e di bashkëpunimi me Butrintin, bashkëpunimi me Donxhonin, bashkëpunimi me Dafinën, bashkëpunimi do me thonë me Kidën, me Maton, Dhuratën, Tajnën, edhe shumë bashkëpunime tjera, do me thonë. Muzikën e plot tjerë që nështë Po, edhe muzikën, po mos t'i harojmë, do me thonë, që janë shumica dhe janë shumë. Është një pjesa ma e madhe e stradës që na ka ro me bashkëpunu dhe vazhdojna me bashkëpunu normalisht. A janë zërtë? Paj varet, gjithëherë varet prej projektit, se cili projekt e ka atë përkushtimin e vetë, e ka atë idenë, se cili projekt i ka idejat ndryshe, derisa të bashkojnë idejat.
nuk kisha thonë që janë shumë zëshëm, normal kanë kërkesa dhe ata, bashkarisht na jena që të me i realizu kërkesa të tyne edhe na tona. Cili jo ma i rondi, pëtëm, hajtë që ljupë ma shumë. Se dja e kësha vequ dikën. Dikën, po bre. Kërkus janë, mu më pëlqenë kur janë, dhe me thonë, bashkëpunëtor tonë kur janë kërkus, se na bujnë edhe neve hala, dhe me thonë, ma të gjallë një farë forme. Kështu që s'pëdi nuk e kisha vequ asë një, po përgjithsi janë shumë të mirë edhe kalojnë atë për mirë me krejtë. Unë thash, produksioni është diçka që i varet shumë prej secilit projekt, secili projekt të ndryshe, secili projekt i ka vështirësi të ndryshme, secili projekt gjirohet në fazat ndryshme të kohës, të motit, dë na bjen me gjiru në dil, dë na bjen me gjiru në shi, dë më burë, dhe me thonë edhe pjesa të terenit është që i bëm pak ma të fështirë ka njerë, do janë studio, kështu që kisha thonë se cili, mund është me komentu në bazë të projektit, mirë po kështu në bazë generale nuk kisha thonë, se gjithë janë, po menej, na njojnë, e din qëfar punë e bojnë edhe falimderit gjithë atyne që na besojnë, edhe normalisht na mundu me jepë ma të miren që mujna dhe që dina. Dështë edhe shiku se më tëjmë pëse përre në telefon, po në telefon i kom kretë të natë. Kështu që unë për janë njësit, për shkak që gjithë shkapi që lidhe dhe më tonë të parat, jonë sa i përket krimtarisë dhe punës tuja tonë. Në ari. Në ari? Ja, pretash. Në ari, s'krinë vo, no. Cili prej pjestarve të ekipit tonë të bënë mas shumë të nervëz. Ta shtë janë pyetje dhe më tonë, krejt pyetje dhe tash, nuk jam unë e sonte që bëj pyetje, janë njerës të tu të zamës që të bëjnë pyetje. Po kjo mas e ka bo pyetjen e din. E din që... Në ari e ka një botë të vetë, kështu që nuk mundet me i kërkush për asoj bote. është, dhe me thonë, është pjesa kreative e sekuencës, që dhe me thonë, shumicën e videoklipeve i bojna, dhe me thonë, bashkaresht idejat me në orin, edhe i bojna, dhe me thonë, edhe bashkë regjin në shumicën e videoklipeve cilat i prodhojmë, edhe në ori e ka të botën e vetë, ata që njojnë e din që është, po normalisht është shumë i mirë. Shumë i mirë. Lirisht mund është kafja është originale, dhe me thonë. Ja, për nësë të kumë kalëzu se karën së më kishë thiru në espresso nuk pi, veç pi kafe turke, kështu që nuk i pi. Me provu ndështë ta pak, dhe me thonë, te labi, një kafe me labi, dhe me thonë, ndëshëm, pa vini e zavencen edhe kafe në turke, besaj. Hajde, të këshyrëm. Pi te për rollë, nështë ta një temi kumë pi 2 ose 3 sopa. Proveje, dhe me thonë, po, të letë jetë njëra prej atëmve, dhe me thonë edhe në emision edhe që të këto pyetje që i ki, tash për shambull ta olanti, cili projekt ka qenë më i vështiri për ty? Cili projekt ka qenë më i vështiri? Nështë ta kisha thonë që me Dafinën edhe Lucianën ka pos tepër shumë organizim, edhe tepër shumë njerëz, tepër shumë pjesëmarrje, edhe taulon të din edhe vetë ajso ka hekë se është i përfshim të pjesa organizative, e din edhe aj këgja mirë që ka hekë. Po tash, nështë ta qëto pëkëm pak ma fresh, edhe nështë ta kisha thonë që këtë që kom pak ma sfidus edhe pak ma ndryshë që kena bo, normalisht ka pos plët projekte dhe tjera që kam pos. Nuk janë konë të leta, zakonisht kër e shetë 3 minuta dhe u këtë letë, po kër hinë me realizu është këgja kam punë. E kësha qujtë që to, nështë ta përshkak pjesëmarrjes njerëzve që ka posë shumë, po normalisht kena posë edhe projekte në të kalume, kena posë projekte edhe me ndërkombëtar, që janë konë, kërkesat janë konë këgjatë mëdha. Nështë ta që kjo, nështë ta dhe një reklame para fundit, jo e para fundit, po para disa mujve që ka dalë, aja u realizu në nëntor dikun, ka qenë një reklame për Langjet Bravo, dhe me thonë prej Rauq, ka qenë një produksion gjerman, që kena bo bashkarish me ta, dhe me thonë, na kena realizu pjesën teknike kënej, është gjiru në Shqipni, që menaj që është një farë mbutje edhe për neve me u gjiru reklamat një brendi që është këgja europian, këgja i madhë me u gjiru këtë të na dhe normalisht jonë krenar që i kanë zhjë sekuencen për me bashkëpunu edhe a i ka posë këgja sfida edhe në ato taulante. Po, dhe me tonë sfid ka qenë, ka posë sfid. Ka qenë sfid, këmë ne ka posë këgja shumë punë, këgja shumë kërkesa, po më rrihen krejt dikur. Genci, cili ka qenë momenti më i sikleshëm, po njëkohësisht edhe fani në setin e qirimit? Ma i sikletshme? Po, edhe njëkohësisht edhe fani, dhe me thonë, edhe siklet këtona, po edhe fan, dhe me thonë. Qëto s'po di cilin moment me cilësu, se ka shumë momente gjatë gjirime,
Nuk po më kujtohet diçka shumë konkrete për momentin, po nëse më kujtohet gjatë bisedës, ja kthejna për Gjithçysh, domethënë, gjithçysh po se tash që ka shumë dëdhi gjatë gjirime, po zakonisht ka adin mas emisionit bën ndërmend krejt po komplet. normal se tash. Shpesh herë e them edhe unë përmendi këto. Visari, si ruan balancin midis kërkesave të klientëve dhe vizionit tënd artistik? Bravo. Pyetje interesant, po. Bravo, Visar, për pyetje. Normalisht që çdo herë na e kena një farë vizioni që e krijojna për një këngë caktuar, për një videoklip caktuar. Po të njëjtën kohë kur punon me artist duhet me ditë që je të punu edhe për imazhin e një artisti, duhet me njoftë edhe imazhin e tij, kështu që normalisht ka një herë që shtymin është rreth na ide, na sen, po në fund çdo herë unë jam as i tipi që e pranoj kur është diçka mirë, them okay, e ki ma mirë, i vazhdojnë ashtu, po njëkohësisht këm ngulit deri në fund për një diçka që besoj vet. Kështu që po besoj që është e domosdoshme me gjetë një farë lloj balanci mes artistit edhe mes produksionit këtë rast që bën realizimin e videoklipit, se tek e fundit në fund ditës del ftyra edhe tina. Normalisht aja çka shihet është çka na e bojmë, po na e bojna që aja më duk sa më e mirë edhe për artistin, normalisht edhe për shikuesit edhe për audiencën e artistit. Kështu që është pjesë shumë e rëndësishme punës, bashkëpunimi edhe me artist, që edhe ai mundon normalisht i kënaqem që kur të shoh videoklipin mos më na shoh, po më thon bravo se mirë pas këm bu. Gëzimi. Nëse kishe pas mundësi me zgjedh vetëm një lens, edhe vetëm një kamerë gjithë jetën, cila kishte me qenë ajo? Një pyetje teknike. Tash ka fjallin për lensa fix, ata që janë të industrisë e kuptojnë, se normalisht unë e kisha zgjedh një zoom lens që i kryen këtë punë, po nështë e kisha zgjedh lensin 35, edhe e kisha zgjedh normalisht kamerën cilën edhe kam për momentin, Alexa 35, që është një kamera ose cilësot kamera ma e mirë në botë, dhe me thonë e momentit, e industrisë të filmit, edhe që ka qenë ondër e ka mëqme, dhe me thonë. Normalisht nuk ka qenë ky brand, po gjithmonë ka qenë brendi i arrit që çdo kinematograf, çdo drejtor i fotografisë, çdo regjisor, çdo kineast e don më të mirën, veglën më të mirën për punën që e bën. Kështu që çdo dy ai ka thënë. Kur jemi te kjo kamera, që e di domethënë, edhe di kur ka ardhur se e ndritim edhe më pak tregu domethënë, edhe kështu që e di që është Kogja, një kosto e madhe dhe më tonë është edhe për me qenë Kosovë. A më ndryshon mu në herë? A më bënë ma ndryshon? Veç. Po më intereson që ta di bënëm javën tjetër thash ta provoj. Po e bina provoj na e këshirëm. A ndodhë me më ndryshu? Me ndryshu jo, pa ato tash kamerat, avancimi kamerave është me qitë sa ma real që të je, do me thonë. Jo me ndru, po me afru ndjeshmërisë të syne. Kamera, dhe më tonë, sa më real. Dhe më tonë që ti qetë edhe porët nëse ki, dhe më tonë, është sa më reale që të qetë. E në anën tjetër, dhe më tonë, telefoni, fotografia, sa më shumë me boka. Ajo është pjesa e përpunimit, e post-produksionit. Llogaritet, dhe më tonë. Ajo pjesë e punës. Po veç, ama prapë, dhe më tonë, unë e du që to realitetin. E du realitetin, e du, dhe më tonë, kur qetë, qështë qetë, vlat, qatë, del qaj që je. Jo vlog, po dal që të ndryshe, kur dal në rrugë dhe më thonë me të pa ndryshe. Industria i ka kriju edhe këto... Me pas mundësi dhe më thonë edhe me pa, edhe kështu edhe ashtë dhe më thonë, në dy verzionet. Në është antarë në botë, se pëndron teknologjia, tash mund është me vendosë në televizion ato që është për dhe me pa cilin verzion. Kështu, Arieta, kush është kur është hera e fundit që i ke thonë vetës, po heki dorë nga ky profesion? Kur është hera e fundit që i ke thonë vetës, po heki dorë nga ky profesion? Hera e fundit? Kështu tamam, sinqerisht nuk i këmë thonë asë njëherë, mirë po ka momente ka njerë që lodhesh prej punës, nështë ta lodhesh prej na i projektit, edhe sigur të kësha ndru profesionin, po është diqka që unë e kum jetu të njetën me qëtë profesion edhe e kum posë ndër edhe për fëminis,
Kështu që nështë nuk e kisha pos problem me lo profesionin, edhe pse e kam shumë problem, po s'kisha di që me bo masanena, kështu që po vazhdojna që të prapë ku jena. Miloti, a ka naj film që kur e ke pa, për herë të parë, të ka frymzu me thonë, për du me bo dop? Film, të më thonë, kjo fjallin për... Ndoni film, e ki pa ndoni film që të ka frymzu, bukvalisht ka frymzu me gjithë shkapin dhe ti ki dash, dhe me thonë, ti priq ati filmi ki dash me bo një dop. Ka pas shumë filma, dhe me thonë, po fulli në atë fazën që unë kum vendos me studiu kinematografin. Ka pas shumë prej tyne dhe ju më konë shumë e apasionu ma se cilit film ato, po nështë ta vesh njoj caktum, nuk e dhja kësha mujt me thonë, po që kum këqyr shumë filma normalisht, derisa edhe kum vendos me i kësoj pune. Ka shumë filmat mirë normalisht që kanë kinematografi të shkelqyshme, po s'kisha thonë njoni prej tyne që më ka shti me bo qitë përzjedhje, po shumica prej tyne, më përgjësi kinematografia amerikane që është nështë nivelli ma i lartë i kinematografisë në botë, që filmat e tyne më kam bo me hinkit zanatë dhe me dashket. Tashu në Polina, me qëtë pyetje Polina, a ka naj film që i inspiru për naj videoklip që i ki realizu? Po shumë, normal. Normal, dhe më thonë ka, dhe më thonë... Naseri, pyetje në ka bo njerë zakonisht të mirë. Se Naseri. Cili projekt i jotit ka lënë goj hapur, kur është finalizu si projekte. Mirë po, pritshmëritë e tua nuk kanë qenë të atilla. Naseri, në fakt, ma ka bu shumë shpesh edhe një pyetje tjetër që më thëtë cili është videoklipi jëtë ma i preferume edhe ma i mire, dhe me thonë, unë asë njerë nuk ku mujtë me veçuna jonin prej tyne. Kështu që zakonisht unë kur hi në projekte i këm do pritshmëri, kështu që zakonisht dalin që ato del plus minus, kështu që nuk po di, nuk e kisha cilësu naj projekt që kisha mujtë me veçun këtë rast. Po, ka ndonjë projekt që e ki bo, edhe ndoshta s'ta ka marrë mendje që kur vjen finalizimi komplet, edhe me thonë, hey, a u bo që kja? Realisht, ka projekte, unë e kisha thonë, ka rostet këndër ta, ka projekte që ti nështë ta pret shumë ma mirë, po prapa i për publikën është shumë i mirë dhe për artistin është shumë i mirë, po ti mrena vetet nështë ta e ke një diçka tjetër që ke mujtë edhe prap diçka ma mirë me bo. Dhe me thonë e kisha orientu pak ma ndryshe, po diçka tjilë s'pëdi, nuk pun kujtohet naj projekt konkret. Faruki për ndryshe. Çka të motivon çdo ditë me vazhdu në këtë industri që është kaq dinamike edhe e lodhshme? Unë thash është dëshira që e kumë posë prej fëminis, edhe është një dashni cilën e kom mrena që ndjej ndaj këtij profesionit. është qaja që mon çdo ditë, edhe lufta me vetën për me bo çdo herë sa ne, do me thonë, ma të mira se sa që kumë bo në të kalumen, do me thonë. Jo vishë në të kalumen, po nëse dje kumë lansu një videoklip tjetërin kom që me bo alo ma mirë. Qaja lufta me vetën një farforme edhe normalisht synimi që, do me thonë, me ngritë sa ma tepër standardin e industrisë, edhe të videoklipe, edhe të reklamave dhe projekteve tjera kinematografike. E di që ata dytë janë atje, dhe me thonë zakonisht çdo emision, i inkuadroj, dhe me thonë ko pas kohë edhe i kom pjesë të emisionit, ku në fakt musafiri që vjen, ata kanë qef ka pak me ngjy. Hajde. Lumi edhe taulanti, edhe pastaj dhe me thonë në këtena të ka i zona në zetë. Batë dhe zona në zetë, është zona në zetë. Lëm? Që më po vazhdoj se unë më karape bashkëpunu. Okej. Mas por ju përgëzoj se për me janë ekip fantastik edhe sërë që kojë në set gjerimesh, ose me shku në protest, pi stafit. Po, shumë staf. Dhe ta gjojsh ku ka me shku është muni, po, kjo për gëzime, nëse është shumë mirë. E pyetja është, pse bëllon nga thërni në ora 3 mas dite, e anisi me gjeru në 11 natës. Qëre, zakonisht,
Nuk ndodh bashkështu, se egzagjerove pak shumë, po ndodh me pos vënesa Lo ma zakonisht. shumë ndodh, valla. Vënesa mundet me ndodh kur s'kena para prake, edhe që i bjen do me thonë s'kena e dytë ose tretën në këtë rast me konë të atë, ndodh me u vanu në s'kena tjera, ndodh me u vanu për shumë arsye, ka njerë ndodh me u vanu na me ndryqim, me setup, ka njerë e tjerëm nështë ta ma shumë sa që dëhet, ka njerë ndodh me u vanu artisti, ose tereni ka probleme, po që qashtu 13 besoj që ka ndodhë në erë të na ju, për një orë kuptojna se koluna. Okej. Taulant? Pyetja eme është një përqindje ma mirë mi thonë. Për klientave që keni pas, sa përqind klientave që i keni pas kanë lypë me ja bo ma lirë? Gjakovar. Në momentin që i keni kallëzu, a bën ma lirë, sa përqind? Qëre, ka ndodhë nështë ta ma shumë në të kalumen, kur nështë ta dhe nuk jena konë 100% dëshmu në punën tonë, mirë po fuli kohën e fundit zakonisht ka kërkesa nështë ta për me mbrin një bugjet saktun cilin ata e dëshirojnë, po që normalisht kur ju prezentojnë atë diçka të bukur edhe ata kanë qef me bo, edhe normalisht a i sen kushten me realizu. Po nështë në të kalumen ka ndodhë, ka pos raste, ka dhe tash, normalisht, si në gjdo biznis caktum, mirë po ja ka njësë mu pajtu ka pak. Kështu me kuptu realitetin. Ka njësë me ullë përqindja. përqindja. Diçka që unë ju thëmë shpesh videoklipi është sigur se shpia, mund është me njësë një katë, mund është me njësë 5 katë, ose avdin kitë vorët, qka dënë me bu, se nuk është ndurën tonë që na mujna me bu një diçka ma lirë ose ma shtrajt. Avdin është diçka që kush ka shumë shpenzime, dhe me thonë se na meru me pjesën në realizimit, mirë po pjesa e shpenzime, është diçka që ajo nuk është edhe ndurën tonë 100%, avdin na mujna me negociu me digan, po mundu me gjithë herë me nëzirë, do me thonë qënjimët ma të lira, ma të mira për klienta tonë, normalisht. Okej. Keni diçka tjetër ajo? Që t'na kujtohet, na këtu jem. Okej. Edhe une po du këto momente... Po një shlirë. Une po du këto momente mu shkëput, për shkak se vim të ka e pjesa tjetër të zona e nëzetë, unë tash, me Adonisin në studion e emisionit i Kafe Mlavin, por është pa tjetër koha për marketing, edhe me njerë pas marketingut edhe të një Kafe Mlavin, por edhe të radio-televizionit 21, kthehemi pastaj në pjesën tjetër. Po të marketingu këtu e dinë dhe Adonisit që sa e rëndësishme është për neve si emision kur ki njerëzit që të mbështetin, pa vinin aromën e kafes që ma jep gjithmonë në studion e emisionit një Kafe Mlavin, jam falenderus deri në pikën e fundit. Unë pa tjetër që këto sa më një Kafe Mlavin fillon, edhe fillon me njëherë prej datës 29 transmitimi i emisioneve, ose korik gusht ma mirë me tonë kështu samën, po me datën 29 vish startoj që vjen diçka një fillim e re tek radio-televizioni 21, por në këtë rukëtim temin, deri sa atje, unë patosim, po du me tonë që kam pranë vetës dhe kom e pas, me marketing, dhe i sa shka marketingi në dët pak për hongër. IPën, e dini që shumë shpejt ka me dalë edhe me lojsh për bryse, ja vlen mundal me mbush motorin të uj full benzin ose naft, edhe me vazhdu ku dënë aty. Po ju e dini që po vjen diaspora në Kosovë, Prishtina t'i ketë udhëtimet më të mira dhe më të lira i keni me ta. Kështu që faleminderit, që është pjesë e imja, është edhe Fibulla, që është lider në vend sa i përket agjencioneve turistike. Vazhdojni, dhe të shkoni drejt Fibullës, bëni përgjedhjen tonde. Valone, Paul McLean, marketing. Jemi bashkë pas marketingut, jemi bashkë me Adonisin këtë pjesën tjetër të emisionit një Kafe Mlavin. Uroj dhe besoj që kemi energji pozitive në shtëpitë e juja, po mundohemi gjithçka të shpalosim sa i përket krijimtarisë, punës, vështirësive, të mirave, hekave, gjithë shkafit të ti, bashkë me gjithë ata cilët fakt deri më sot sekuenca është këtu ku është.
Thamë, trimi mirë me shok shumë, dhe me thonë, pa pas shok mrapa vetes, pa pas njerëz mrapa vetes, atëherë nuk mundesh me realizu dhe nuk mundesh me ardhë deri këtu. Kështu që je me fat që ki pas shok shumë, po mendoj, edhe shok edhe shoqe këtë rast. Edhe shok edhe shoqe edhe bashkëpunëtor shumë të mirë edhe i përshëndes ketë, ju them që jeni ekipi më i miri në botë. Unë nuk e kom ditë, dhe me thonë, qëtash që përdu me të veç të, nuk e kom ditë për çka është pyetja, të shikmas andej dhe më thonë, ma spjegun gjithë shkafe. Hajde. Tha, kur dën më nalë? Kur du më nalë? Kur dën më ndalë? Të blehek në atë djallë, gjyshja, thë. Po kjo ka një pyetje që ma ka bo shumë shpesh në fillimet e mija, une si i ri, dhe me thonë, kita të pore që a i fitesha, investesha, dhe me thonë, pajisje në kamera, kështë. Edhe ta shpërtoj ishin hekra, nuk ishin... Edhe sot dhe me thonë, pa të vetë, kur ki më ndalë të ble hekra. O konë shumë interesant, se dhe më dhotë të në kohën ajo më ka pytë qëka janë këta hekra, a dhe më nëllë nërë të ble hekra, po që ta është i pak nështë ta e ka kuptu qëka janë tek janë, po më nëllë, zakonisht mu më nëllë veç e ndriti, se aj merret ma shumë e këtë pjesën e financa, kështë që kur të ndriti më nëllëm. Unë s'këm dasht me qelë kur këtë temë diskutimi, as mas tepër të një kafe me labin, për shkak që gjithmonë unë jam du se cilit prej musafirëve me rujt pak privatësin. Po këtu nuk mujta, dhe me thonë, unë edhe pse deshta, po e mami jëtë nuk dashti, dhe me thonë me rujt privatësin. Kur dhe mu fejgu o djallë, po vetë mami. Shumë shpejt, i mundit. Kisë smet, ma, shumë shpejt. Dhe me thonë shumë shpejt. Okej. E fort. Pyetja si pyetja. Veç duhesh me mendu mirë në përgjigje. Nëse do ishte një këngë, cila do ishte ajo edhe pse? Nëse do ishte një këngë, cila do ishte ajo këngë edhe pse? Moreja. Moreja. Cila këngë? Tash mendoje mirë shumë se nëse do ishte një këngë e sajna, e Morejes, cila është ajo këngë? Moj gocë pejone. Dhe me thonë, e kuptum dhe me thonë që ka lidhe. Përhaj më rëdhonder, përhaj më rëdhonder. Që lumi sa i shpejt. Dhe me ekzekutu direkt, a? Direkt, dhe me thonë, moj gocë pejone. Okej, e kuptove, dhe me thonë, moj gocë magjike, sa shumë të deshta, për ore me ike. Esë shumë hale... Jo, se nuk di se betëri s'ka me sakaton kështë kënë pejmë, ta jenë veti që shëkënohë me në atë mënyrë ti, e prishë kongën. E krem, po, a ka mundësi ma pru qatë kutin që e kam dhe me tonë, dhe gjam. E kam një kuti që është kuti për ty, që në fakt, faleminderit, është kuti për ty, për unë kërkoj për teje se s'pari, dhe me tonë që me qeni fort, emocionalisht, e di që i fort, pse i fort ki qëndru diri me sot, edhe vazhdojnë me qëndru me sot, po është prej atina ma të vogrit të shpis, pike thonë të dopt, dhe me thonë kështë që dush me lidzu me za, edhe për shikuesit. Kështë që dush mu boj fort, edhe me një herë mi anis me lidzu, se pije pagoj, Preha mitit, a? Po. Mitit për ndryshe, se ja bojmë. A pianis? Kogja e shtirër se... Po, është e shtirë, po ajtë ka përshkru në mënyrën ma të mundshme të mirë, dhe më thonë që që ke letër dhëtë mu lezu në emision, dhëtë mu lezu se të ka përshkru ashtu që shje që në shumica 90% nësha edhe aty me njerëzve që e shojnë sonë të emisionin të këngëtarve që nuk e dinë brendësin të ande. E unë qëta e kom pas qëllimin. Gjithë shka me ditë dhe më tënë për brendësis të ande, kush jetë temet vërtet. Se shumë e mirë është për ty dhe më tënë po e realizoni krep, po shijet puna, vizioni krejt, po ama sa jemi të ndjeshëm dhe më tënë pak herë e të regojmë. Okej. Se dia kësha mujtë me lezu, është ma mirë me lezu tu e se di se... Hajde mundo pak. Kam pak shtirë me... Mundo pak.
probleme kam me lexuar në shtatë. Ando. Në këtë jetë nuk ka qenë gjithmonë e lehtë. Kur humbëm babin, ishim 3 vëllezër të vegjël dhe të pambrojtur. Unë isha vetëm 11 vjeç. Dhe boshllëku që ai la ishte i madh. Por Zoti na dha një shtyllë mbështetëse vëllain ton të madh. Ai u bë burr para kohe, duke na mbështetur si një babë, mik dhe udhërëfyes. Guximi dhe sakrifica e tij na treguan çfarë do të thotë të jesh i fortë. Ai ishte ai që mbante shtëpinë të bashkuar dhe përballonte çdo sfidë me kurajo. Puna e tij e palosme, përkushtimi dhe pasioni për kamerën e bëjnë të veçantë. Për të, kamera nuk është thjesht një mjet, por një mënyrë për të treguar bukurinë e jetës dhe për të frymëzuar të tjerët. Mbi gjitha, vëllai ynë i madh është simbol i respektit dhe dashurisë. Ai na ka mësuar rëndësinë e të qenit të ndershëm, të fortë dhe të dashur me të tjerët. Faleminderit vëlla, që ishe drita jone e errësirës. Pa ty nuk do të ishim këtu që jemi sot. Adonis, edhe për mu ka shumë e vështirë për me lexu, se do me thonë njëjtin sende ka më dhonë. Njëjtin sende, do me thonë, edhe unë kam qenë maj madhe edhe kom përjetu, do me thonë, edhe ndjesinë edhe gjithë shkafin, por këtë që nuk kam rri me pa suksesin edhe gjithë shkafin, edhe temin, po edhe joti, do me thonë, me pa ku je sot, edhe ku keni mbri sot, do me thonë, po e di që edhe aj sot, edhe ata sot, po e marrë shembull, jonë brapa neve dhe Inshallah na shohin të inaqë. Ata jonë udhërëfys tonë, pa marrë parasysh, sepse mbi gjithë ata na kanë kriju, dhe më thonë, na kanë sjellë thuja në këtë jetë bashkë me ato nanat shejta të cilat i kemi dhe jemi mundu gjithmonë. Kjo le të mbet një kujtim për një kafe me labin dhe të mbet në arkivën tonë, dhe për shkak se ki shumë kontrata të shkrume në arkiv, po që qëtë letër dhe më thonë me pas, kështu që prej kësaj. E bukur dhe kjo pjesë, e ndihshme po e bukur kur në fakt edhe vllau thot faleminderit për gjithë shkafin që sot që je. Shumë e vërtet. Këtë e din që amiti është pika jam më e dëpë, nështë, me ndritë një mrit vlohën, dhe me thonë që ti e njën, është, njëjtë sane. Unë e njën dëtë, dhe me thonë, e di dhe me thonë që ti... Amiti ka qenë një bugli i shpisë, që ka qenë përgja sfiduse, po që ashtu ka shkru zote. Po, ajo ka qenë, po mu më vjen mirë që sot vje ku je, edhe në fakt, edhe nuk edhe sot e kësaj dite je shtylla kryesore, edhe mundohesh dhe më tonë, edhe pse ata janë rritë, se cilë ka punën që e bën, po në fakt, ti ajo mbështetësi kryesor. Okej, po du më pak me relaksu pak këtë pjesë, dhe më tonë, po du më ndalë të kafja. Me kënë të ka marrë madhi me pi një kafe, me kënë kështë dash me pi një kafe, qoftë këtë jetë, apo qoftë që nuk ekziston, nuk është këtë jetë. Paj, nështë api bjemu përsërit, nështë apak si tim, po normalisht para bobes të më me kërkan tjetër. Dhe thonë, njejtë edhe di qa kishe vetë. Ato kështu që po të nështë a heqë dhe si shumë po leqë. Po heqë, veç me pa. Veç Veç edhe njëre me pa. Se me folim, nështë a shpesherët folim. Shkojmë dhe të varezat edhe folim me ta. I të regojmë për të mirat edhe për të këqia që jenë, se duhet ka i here për me i qitë edhe në atë tonat. Po, a ka ndodhë gjatë 3 viteve, më tonë që me dalë me pi një kafe me dikante edhe mu dëshpru prej asaj kafe që dole që e pive? Qëre, tash, apo fulim në raport punës, apo po fulim qëfar të raportin? Përgjithsi. Qëre, jeta tash nuk do me thonë që ketë njerëz mujnë me gjetë një gjutë përbashkë me se cilë njeri që takohen normalisht. Ka njerë përshtatën në energjit, ka njerë nuk përshtatën. Normalisht që se cilit njeri ndodhë, ajo jo veç mund, po normal që ndodhë. Ndodhë. Me kënd e kishë ju kafen në një vend caktum, po e ma shemë që këtonë, si kjo kafe,
nuk ka asnjë kafe tjetër. Me nonën edhe me gjyshen, domethënë që ajo është, po besoj, ndjenja më e mirë dhe momentet më të mira. A ka ndodhur ndonjëherë deri gjatë kësaj kohe edhe për shembull gjyshja, sidomos gjyshet janë ato kurështare që të pyesin shumë. Ka pyet për ndonjërin për këngëtarëve. Allah i lenon qysh është që kjo, pse se mora? Që su lidhen me to? Ja, jo, veç. Bën ashta ndajherë ndaj koment. E drejt. Adonis, më falë se. Adonis, është e pamundshme. Tash edhe unë nisë qatë me thonë, si shkoj atë shtëpia, e kisha të modelin dhe ma mi zgillke, po e ma shemull të që kjo ishë për ty nonë. Kështë që edhe për të ti është e pamundshme pa të thonë. Që zakonisht më bën do kritika tjera, që ja bën kështu, që si kësha cekë në shtë në atë aspekt. Se pi që desh. Si gjyshet, moja i ka. Në montaj. Se pi që vjetë dhe i ka qëtu. Mashallah, dhe me thonë edhe promotion, bravo. E di që Lumi pak ma herët kër shkoj marketingu, më tha kom diqka edhe diqka mos mik dhe me thonë edhe na edhe një sen dhe me thonë pa e pyt. Hajde Lumi, qka ke? Unë deshta me pyet, kur dilni me gjiru jashtë në Evropë, që shpja boni me leje, apo merë një leje në për qytetet të mëdha, apo... Po, pyetje... Apo dhe t'ju vjen leja ju e kryni... Shumicën e hera, normalisht, kur ka ku projekti mundomi që, dhe më thonë, gjejmë producent lokal të vendit, dhe më thonë, që shka qenë raste tash në shta pëquj këtë projektin e fundit që kena bo me Butrintin edhe me Tajnën, po në Venecia. Normalisht i kom pas dhe shok atje do bashkëpunëtor italian, cilat dhe më thonë e kanë kry këtë punën e producent lagit, po tash dhe i vjen. Edhe normalisht na i ka kry lejet edhe pjesën organizative, na kena shku, dhe më thonë, veç pjesën e realizimit e këna bo. A përshën Samir që më qele, qka kom puna që me Butrintin e keni realizu spotin, mas andej u ka orleja? Mas e keni kry kretë. E mirë dhe kësë di kur të ka kalëzuhet. E vëtash. Ba, e ka qenë... Unë bora gjithmonë që nuk di kur gjo. Ja, të pas kanë kalëzu mirë. Aja u konë një kërkes në shta që e patëm njësë, besoj një muj ditë ma heret, u konë pjesa e jetës teme që kumë që mas shumë të e-maila. Kena pos me gjiru një videoklip në Arabi Saudite, në Alullan, edhe ata si vend janë vend ma që kanë regullat pak ma strikte, edhe u dash, dhe me thonë, shumë ma heret me i kontaktu, me bo lejet, dhe me thonë, atë pjesën se normalisht nalin ata, edhe ata, dhe me thonë, janë kalëzu këgja bashkëpunus, dhe me thonë, a instituti filmit aty që janë, po që këtu procedurat burokratike zgaten pak ma shumë se ta që duhet, na i kishëm biletat në atë kohë, dhe me thonë, nuk u bo, na masi që e gjirun klipin, e gjirun pa leje, edhe masi që u këthim në erë leja, kështë që në regull, mire kena, i shola nuk e shohin ata që të pjesë. Po mbi gjitha jo kry. A ka dikush që nuk ishe dasht me bashkëpunu mo? Që ki bashkëpunu me ta, ki punu me ta, po sot nuk ishe dasht me... Ja, gjithë të din që nuk kam vijat kuqe me kërkën, përgjithsisht kam raportet mira me ketë, edhe nuk jem keq me kërkon, veç nëse është dikush keq me mu, që unë nuk e di se diçka, po për ndryshe kam raportet shkelqyshme edhe me artistat, edhe me produksione tjera që është shumë e rëndësi, dhe më thonë përgjithsisht jena kogja mirë që të aspekt, nuk jena me varmës marveshje ose diçka. Normalisht kuptohet se cili projekt e ka atë vetën, edhe artisti ka njerë, njën që një projekt është për neve, një projekt është për një produksion tjetër, është pak edhe aja shia, dhe me thonë që, ose stilje që shibojna, videoklipet na, ose na i produksion tjetër, normalisht, tregu është i lirë. Para prakisht, a konsultohesh edhe me kostumograf, ose me dizajnerat e videoklipit? Për shkak me di qka ka më vesh, me di qka ka me pas, dhe me thonë... Jo, para prakisht, aja vjen si fazë, dhe me thonë, nështë masi që ta provohet koncepti, masi që caktojnë skenat, masi që caktojnë gjyrat normalisht. Pastaj normal, unë zakonisht konsultin me kostumograf zakonisht e bën artisti vetë. Ka raste kur na kërkujnë, do me thonë, moodboarda, do me thonë, mi ep një kahje se qysh po dojna na mu vesh.
Unë kogja shumë e la atë pjesë, domethënë përveç nëse skenari nuk është diçka shumë specifik, kom qef me alon kogja shumë në dorë, domethënë edhe artistit, që është një pjesë që është edhe identitet i tina, domethënë. Po shpesher, po çdo herë domethënë na vjen me folë edhe rreth teshave, unë çdo herë i kërkoj domethënë edhe në foto teshat para se me dalë në xhirim, cilën skenë. Qa kime vesh, të kime vesh, që... Po më interesan prej gjithë këtërve bashkëpunëtorëve tu, që punon me ta, dhe më tonë edhe prej këngëtarëve këtë razë, dhe më tonë, qoftë prej vojzave, po qoftë edhe prej djemve. Kur kanë dhe kima ma shok, jo veç me punë, po që mundesh me konsideru me tjirë, me tonë, hajde ta pim kaj kafe, dalim bashkë, trim bashkë, a ka, është ndonjoni, apo veç punishën? Jo, po më me shumicën për ty ne kam raporte shumë mira edhe jashtë punës, dhe me thonë, edhe për qef dolim në herë, normalisht, edhe pse edhe ata janë bajagit zonë, edhe na jena ko gjatë zonë, dhe me thonë me punë, po me shumicën për ty ne me ki qa kina bashkëpunu, normalisht kam raporte të i për të mira, si me Dëngjonin, si me Butrindin, si kur me Dafinën, me gjithë do me thonë kom super raportet mira, me këndët që kena punu, nështë ta me këta nga karo pak ma tepër me pos punë, po këtë vinë do me thonë kida vjen në zyre, apo dhe në diskutojna, muna me dollë edhe në kohë, përgjësisht me krejt, nështë ta si kësha cek me matën që e kam do me thonë shumë dëst, përgjësisht me krejt, se kjo punë nuk shkën veç, dhe me thonë, veç punë zyre, sa në normalisht dhe të me posë edhe atë pjesën e reloksit, se ka njerë nështë ta një ideja maj mirë e një videoklipit nga ka ronë me në kafe, apë dhe nështë ta ju atë kur i na hinë zyre me punu ta mën, po në kafe një dark, një drejk, apë dhe. Sa e bukur është kafja, që kur deri dhe në kafe, dhe me të në njere, vjen një është inspiruse, normalisht. Ma e shëshnume, Tajna, Dafina, Kida. Për ty. E shëshnume, jo artiste. Po e shëshnume. Dafina kisha thonë, besoj, edhe Kida është shumë e shëshnushme, po edhe Tajna është shumë e shëshnushme, do me thonë, me të trijat kom tepër shumë bashkëpunim, a budin, nuk po di, po shumë shtirë me i do, po nështë ta s'pëdi. Me Dafinën, bile si dhe mos kuve të fundin nga karo më taku ma shpesh, masi edhe po shtatë zonë, qëtash do me thonë të keshe vizitova në Vlorë, ju shumë mirë me shnet, shumë më bo shumë qefi, edhe ju urejnë një shtatë zani shumë të mirë, shu që... Si dijet, ndoshta në të ardhme në do ta kemë edhe në studio, Dafinë, si dijet, sa të të zakonisht njerëzit. Presaj, jo. Nuk i dijet kor. Kështu, ti përmenda këto qikat. Po të djemt, Butrinti, Dëngjoni, muziku. Rati kam shumë mira, tash Butrint, kreti një tej për mëti, do me thonë, të treti kam shok. Me Dëngjonin e kam shok edhe para se me dhez, do me thonë muzike, kam shok, është i Drenosit, është i venit ku jëm edhe në. është i venit tënë. Po të njëjtën kohë edhe Butrintin e një prej videoklipit të parë, tash nuk e di. Njëjtë edhe muzikën e një bagi më ati, edhe pse nuk na bjen shumë shpesh me nejtë me muzikën ma tej për shimi ka zidimet. Po me Dëngjonin edhe me Butrintin jem, do me thonë, tej për shpesh më bjen më taku, se edhe janë një menaxhment edhe më bjen shumë shpesh me shku me nejtë për qef atë. E fundit, janë disa prej fotografijave këtu, që në fakt unë i kom përzgjedh. Dhe me thonë, këto dyjat nuk për i fus as Tajnën as të dhuratën. Po, është Melinda Ademi, është Rina, është Fifi, është Elvana Gjata, edhe Gjensila. Zgëdhen jonën. Me cilës ja kështë bo një klip qëtash. Kështu një ide, po piqit ujtë. Ideja erdhe, më thonë edhe po. Cilës ja kësha bu një videoklip? Po. Rinës veç... Rinën e kini bo, që janë Rinën nga bo... Atë përsërit edhe një herë? Dhe më thonë, Gjensila, Elvana Gjata, Fifi, Rinën për hekës Rinën kena bo shumë edhe Melinda Ademi.
Edhe me Melinda klip, po. Po më veç që jena në proces edhe të videoklipi tjetër. Shkojmë, kanë met Elvana Gjata, Fifi edhe Gjensila. Nështë ta kësha thonë Elvana për shkak që është, dhe me thonë, këgja më të muzikë dhe është një artiste shumë e mirë, nështë ta kësha thonë Elvana, po nuk e di. Ok. Qështu dëk? Kjo natë? Interesant, surpriza. E bukur. E bukur. Unë për të falenderoj, faleminderit shumë që ke një Kafën Mlabin dhe ndave pak sopsa prej jetës tënde, prej punës tënde, prej krimtarisë tënde. Uroj edhe besoj që ta kesh shëndetin më parë, pastaj ti kesh gjithë të mira. Faleminderit shumë la, faleminderit shumë për ftesën, edhe të uroj edhe ty shumë shnet, edhe shumë suksese, kështu që gjithë të mirat edhe për ty edhe për emisionin tanë, sa ma shumë suksese. Faleminderit shumë edhe unë po të falenderoj edhe ty, po të falenderoj edhe Ndritin, edhe... Ajo fajtori kryesor që ne jam të. Ama ndëgjëm vendin e kalon bësh, se është dashtë dhe... Dashtë dhe ato më mo, po... ku me bindë me tonë, kush me bindë me tonë. Kështu që unë po të më dhe njerë falenderit, edhe një falenderim, edhe një bështetje, një përshëndetje të ngratë për studios e emisionit Një Kafën Mlabit, gjyshës edhe mamës, e di që janë shtylla kryesore, ndërsa edhe motivimi kryesor, juve dhe më thonë kësaj pjesës t'juj. Në fillim të misionit, kur janë nisën bisedës, i kujtuam disa minuta me sekuenca kështu të shkurta, për shkak se nuk na lejohet edhe në YouTube mu transmetu gjatë, se cilin prej këngëve dhe më thonë videoklipeve të cilët e kam punu, po e shohim edhe në fund këtu, edhe pastaj dhe më thonë unë kaloj në pjesën tjetër të kafja, ku e kam musafirin cilin fakt sonte na këndon, por edhe gjithashtu edhe flet. Azem Luka, me njëra pas këtëve klipeve të sekuencës që i shohim vjem tek Një Kafën Mlabin. Jena që të mërë të kujt kritikal. You know I don't chicha baby, zamër ma ka dalë. Unë jam Shqipe nga Kosova, e kam zemrën sa rrugova, jam I lidu në mërgi, zemrën qanë, për vendin tim. E shikoj qelin me fluturua, oj Kosovë sa fort të dua. E shikoj qelin me fluturua, oj Kosovë sa fort të dua. Oj Kosovë, o sa fort të dua. E shikoj qelin me fluturua, oj Kosovë sa fort të dua. E shikoj qelin me fluturua, oj Kosovë, o sa fort të dua. Ju lumt. Faleminderit Azemit, faleminderit... Ju lumt. Faleminderit Azemit, faleminderit njëkohësisht edhe Lumit edhe Taulantit. Azem, është kënaqësi që jemi sonte bashkë në Një Kafën Mlabin. Faleminderit Labi, është nësi edhe për mu, shumë veçantë. Aparati veç filloj këtë pjesën tona zhurma e pavinit e aromës kafës, me filloj me ardhë në studion e emisionit Një Kafën Mlabin. Sa I lidhur me kafën ti? Kafën, tash është bërë për dëshmëri për gjithë neve. E shoh çdo edhe në rreth shoqëri gjithë ditën nuk e fillojnë pa kafe. Do të thënë të paktët ata që thonë për shembull, jo nuk e pi kafe, nuk e përdori kafën. Po nisëm prej vetë tonë mëngjesin, tash po I themi mëngjesi se dëgjojmë pas dite, për shkak edhe profesionit që e kemi. Po
ajo koha kur dëgjojmë nga gjumi, do të thonë filloj me kafen. Me kafe, dhe më thonë gjithë shkafi shkon fillon me kafe. Kafen mëngjes në shtëpi e para? Po sot, Me kënd? po ka njerë, po zgjomin vonë, po zgjomin pas orës 10-11, edhe ka njerë po obligohem, po dalim do një punë, po na prem do një punë edhe shumë rrallë më shpe. Shumë rrallë, ashtu jetat është dinamike, po na bënë si po zgjohem nga prigjumi me njerë mu përgadit më bogati edhe me dalim do një punë që kemi pa kryp për momentin që zgjohesh në orën 10, të presi shumë obligime. Pastaj nuk e ki atë komoditetin që në mëngjes 8, nëse zgjohem në 8 mëngjes ta pi me shoqen për shembull kafen. Ndodh, por jo si kem dëshirë dhe shpesh. Jo shpesh. Derisa kafja po përgatitet, ku e kipi? Në cilin vend e kipi kafen më të mirën? Më të mirën, kafe. Nuk e di, po. Mund të ceki, për shembull, një kohë të veçantë, për shembull, shpesh e mendoj, nëse mund të themi kohën më të mirë. Për shembull, atë kafen e shkollës mesme, kur e kom pi. Ka qenë ajo kafja të cilën e kom pi vetëm kafen edhe pjesë të tavolinës që më konë. Pjesë të shoqënisë, të qesh, pa ngut, pa ngarkesa, edhe shpesh e mendoj, thëm, ajo kishte qenë koha më e mirë. Shkollës mesme, fakultetit, po po flas të atyre viteve të cilat si më konë shumë i ngarkum me gjana tjetës, nuk do të thotë veç profesioni, po gjitha gjana tjetës, për shembull tash jam familjar, nuk jam në rënd të partesh. Janë familja, edhe tash ka njerë, thoma ajo kafja e shkollës mesme nuk po mujme me pi. Tash e pim kafen vetëm si kafe, thjesht si nevojë, po gjithkohë kemi në ashtë edhe mend tjetër ka, edhe sinqerisht është ajo kafja e tyre viteve, nuk thonë tash e miri, po në atë kuptimin ajo kafja pa brenga, pa ngarkesat nga jashtë. Shumë musafir, dhe më thonë, po më përtojnë që është të dëmërzdoshme kafja e mëngjesit, dhe më thonë me pi edhe është obligative që me janis ditët. Për ty, a është kafja obligative për me pi e mëngjesit edhe më u këfil për me janis ditët? Nuk mendoj, po kemi. Kanë ekzistuar njerëz dhe ma herët për para që të pa kafe kanë pi dhe nuk është problemi, po mas është ajo menyja e mëngjesit më e mira, mundshme, por mendoj e para që fillojnë ditën, ajo kafeina, tash nuk e di unë, cilat i ka ato reakcionet të knak kështu si në tru, po mendoj që tash nuk ka bërë pak si ves kjo, me pi kafe, dikush ka njerë po thot, shumë interesant, shumë interesant se përpara ka ekzistuar shpreha hani molla mos pini cigare. Shumë interesant që edhe molla e kishte një rol shumë të rëndësishëm domethënë në kthjelljen, sidomos në mëngjes, po e hongren nesull domethënë pa kur gjohë domethënë mëngjes kishte efekt shumë të mirë. Kur u ndala kur të pyeta për kafen domethënë se ta ka qenë në cilin vend ka qenë kafja më e mirë, nuk e di pse prita domethënë me thonë Gjenevën. Nuk e di pse domethënë prita. Fakt mirë se ma sjellën ndërmend, po atje kam familjen, u shoh atje shpesh atje e ki si kur vend dytë, më kësi që të dytë, a tretë, se pene ki dytë. Sa shpena ki të parë në dytë, nuk e di. Nuk e di më kam bërë shumë shpia që ta shpia. Po, atje familjen dhe zbatë fjallë, që ashtu falimdej që dhe ma sjellën ndërmend, se u të i shpesh atje, për shkak se kohë në sezonës, kër jemi me dasë, ma të familja, unë se familja me tojnë prendë të vëllazën të kejtën në atë pjesë, do në kufi me Francë, me Zvicër, është Gjeneva. Edhe fakt që ashtu është e vërtet se atje takoj njerëz më dashun, edhe kafen. Edhe unë zakonisht ku shkoj në Gjenevë, kafen unë për thëmë edhe për kësa më bashkë këtu, për i falenderoj shqiptarë cilët janë atje, që janë të mrekullueshëm, e sidomos unë pa e përmend familjen Avnis Selimit, Lullin pa e përshëndet, bashkëshortën e tij, e pastaj fëmijët Ernisën, e Leon, e vajza tjera, kështu që për mikpritjen për gjithë shkafin që ma kanë bërë gjithmonë dhe vazhdojnë. Me kënd kam marrë madhi me pini kafe? Me azemin. Me azemin. Se nuk është ai azemi që kështë ndikur, a? Qka është puna? Jo, fatmirësisht, sot kemi mundësin me pi kafe me njerëzit, edhe nësi jetojnë jashtë, për shembull vendit, ose kudo. Fatmirësisht, nuk kam diçka që ka munges, ndjej munges, nëse ndjej munges, sot postojmë, po jemi. Po që e thash me shaka pak me azemin, po
mendoj, vërtet e kisha pi një kafe me veten. Me veten. Vërtet. Nëse e kishe pas mundësi me pi kafen vetëm me veten, çka e kishe pyet? A jam unë enda ai që ka me ndërru me konë, a jem qatë rrugë, edhe a jam i sinqert me veten, tash. A jam i sinqert me veten, se gjithë thojnë, jam i sinqert me veten, jam i vërtet, jam autentik, ose si me thonë, po me veten sakta jam sinqert, a mundojmë veten pak si shumë, cila do ishte mënyra ma e mirë me trajtu veten. Shumë pyetje ka njerë edhe kafe, po pi vetë, ka njerë, po ndodhë. Edhe po pushoj dyqysh. Nështë këto ngarkesat ka njëherë, më zbam shumë dramatik, me thonë ngarkesat të më dha, që mirë jetojmë shumë regull, nuk të me thonë, po. Thash, i kemi gjithë që mujë me pi kafe me gjithë, po me veten, mi bo pytje, disa prej këtune pytjeve që i thash, ose edhe të tjera, po pak me pa veten, si jem shemëllaj, ose një azem i viteve ma vëndshme që do t'jem nëse jemi shumë mirë, edhe një azem i hershëm, i shumë viteve për para, i para 10 viteve. A jam që aty dyko, kush ku jam... E qka me ndonë nëse të kush përgjigjë? Qka të kishë thonë kopja, pa ma shemë nëse të kush përgjigjë? Thot, a më se të mundu vetën pak si shumë. Po, se di po unë kisha kërku përgjigjen atë, po, se di tash. Se di ka njerë mendojmë gjithë kuj që e mend, po, se di. Nëse të kishë japë mundësia për me zgjedhë, me thonë, me pi kafe me dikant, qoftë që është këtë jetë, apo që është që nuk është këtë jetë, nuk ekziston. Me kënë kishe pas qef? Kafe pa mundur? Po. Ose... Ka njëre që i mend, me përshamu dhe mendoj, dy njerë që nuk ekzistojnë, që nuk kam pas mundësi nësë njerëmi taku, edhe që janë shumë të rëndësishëm, sepse janë prindë të prindëve, dy gjyshat. Për shembull, do të thonë babën e babit edhe të mamit. Që nuk i kam taku asnjëherë. Për shembull, gjyshi nga babi, unë e baj emrin e tij. Azem. Azem. Është një burrë që gjithë jetën i ka kushtu kombit, është vdek në moshë të re për shkak torturave të cilat i ka marrë në burgjet e servisë në atë kohë. Edhe si familje i kemi barë gjithë ato, ndoshta edhe ato vujtjet, ndoshta ato persekutimet gjithë familjes, edhe e baj emrin e tij me shumë peshë e përgjithësi, sepse ai burr ka qenë se sot jemi gjithë familja ballhapur, është dënuar në atë kohë 20 vite burg, që ja vlen është tani minutë të foli pak për gjyshin. Po, patjetër. Sepse njerëz që kanë dhënë shumë edhe tash po nisën prej mbasi ka më dhënë rastin familje njerëz domethënë prej gjyshit. Çfarë deri ka qenë ai me taku se tash as babi nuk mund të më tregoj as mirë për to për shkak se ka një moshë treg e kalon domethënë. E kalon edhe pa. Edhe si burr si ka mendu të për shembull të kontriboj për vendin atë kohë, të rrezikoj edhe lirinë e tij që është dënuar 20 vite në atë kohë në burgun e Goljotokut. Edhe e kalon familjen ndoshta edhe pas Ramës tim burg kalon dhe në varfëri për vendin, nikosisht këtu kur mendoj për Azemin gjyshin, i mendoj gjitha ata të tjerë, shokët tij, gjitha deri edhe të dëshmorët që kanë lënë dhe gjithçka që janë edhe më të shenjtë. Me të kisha takuar dhe kishim fol, kisha bisedu për shembull ose me njoft kush është ai. Në këtë rast edhe për gjyshin nga mami, që ka jetu, domethënë ka shkuar në atë kohë në vitet 90, ka shkuar në Zvicër, për shkak të luftës dhe gjendjes që ka qenë atë kohë, s'kemi mujt me u taku. Edhe çfarë personi ka qenë? U taku me pi kafe me ata dy burra. Mendoj se është shumë përgjigje që besoj e ka mendu shumë shpesh që përgjigje. Po më vjen mirë kur e përmendeve që punën e historinë e gjyshit dhe gjithë shkafën, e tregove, unë po du më ndalë tash se po më lidhe gjithë shka me këngën e fundit të andër. Dhe me thonë që në fakt pat një honë të madhe, dhe pat një reagim, dhe me thonë, sidomos e punove për shpejti, po e punove me shumë vullnet dhe me shumë dashni edhe tekstin e shkruve për Ali Lajqin. Kërë që e di, e prite, që ka me qenë kaqë suksesshme? Është hera parë ku unë kam pas këngë, se kam fillu kohë të fundit me kriju këngë vetë, me i shkru dhe me i kriju melodit,
Po këtu e kam kuptu, kjo është një kongë model, edhe për mua, që e kam kriju që me kongën dush me folë. Më thonë, për mes kongër dush me folë. Në këtë rast kam folë, sepse atë burë, ndjerin Alilaj që e kam njofta personalisht, kur kam këndu për, do më thonë, për Alilaj që kam këndu për gjithë shokët e ti, për gjithë ata njerëz cilën, edhe për gjyshin, cili është përballë me ato vojtje. Po me këtë burë kam pasë rastin të atakoj personalisht. Ju vëdhëm të atakoj po të rrimë, mikë familjes, edhe të janë një personalitetin thellë. Thomë thellë se gjithë, me thonë, në komplet strukturën e tekstit, e kam shfaqe, kam përshkru gjithë karakterin e tina. Aty, gjithë kush ka dëshirë me ndëgjuar një kongë, faleminderit që edhe e vlerëson edhe Tilab, që e ka ndëgjuar dhe ka vlerësuar. Me ndëgjuar është, domethënë, është e demonstrata të nitës, ku i kam cek gjithë ata njerëz ku aty flitet për vujtjet, për burg në rësirë pa fond, për dashnin që e kanë lënë, sepse ai ka qenë në moshën 26 vjeçare, kur ka rënë në burg 15 vite dënuar, kur vetëm ka qenë i njoftuar me gruan që sot është, që janë dhe fëmijë që i kanë, që është kam një respekt veçantë për atë grua. Aty domethënë flitet për patriotizmin, për sakrificën, për dashurinë, që zbukuron shumë kongën, ku shumë ka rëndësi edhe ajo pjesë. Kam folë. Kjo është një model shumë i veçantë për mu si krijues, tash që kom fillu krijues, nëse mund të them, që gjitha kongët nëse i kënojmë dashurisë, nëse i kënojmë atë dheut, nëse i kënojmë atmosferës, ahengut, duhet folë, duhet thuhet. Jo vetëm të këndohet. Unë kam pas shumë raste ku kam këndu, s'kam ditë çfarë po kënoj. Kam i sinqert. Kam qitë kongë, kam lancu, domethënë nuk kam qenë ndonjë thjesht pe bëj, se duhet të këndojmë, duhet lancojmë kongë, po nuk kam qenë i thellum. E këtash këtë rast, të kjo kongë, vërtet, kër e kam kriju melodin, e kam po personin, domethënë e kam shiku, në atë kuptim, e kam imagjinu, e kam fantazu, edhe kam fol, kam shkru edhe shumë letë, kam pas, domethënë, thjesht nëse të projnë për një natë, po për 2 natën e kam rëmbëllaksu me gjithë tekst, me melodi, me krejt. Edhe është një kongë shumë e bukur, e thom, pa modesti është një kongë e bukur. Kur jemi të konga e bukur, edhe kur jemi të kjo pjesa a kafës, a ka ndonjë kongë që në fakt i inspiru, i dalë me pi kafe dhe i inspiru? Për tekstës, për muzikës, për diçka? Tani këtë kukër po krijoj, kam edhe krijime tjera që në vazhdim do dalin. Shumicën tash, po i marrë për shembull kufjet në vesh, po dalë ndonjë pamje ku ka për shembull qetësi, edhe kafe në atë rast që e marrë pi. Çdo të thotë vetëm kafe. Inspirona mendoj gjej shumë rrugë në kongë, shumë mënyra më të bukura të mundshme, sepse unë e di që i falenderoj gjithë edhe kompozitorët, edhe ata që ka shkruar tekst, edhe paraprakisht, edhe që do të bashkëpunoj edhe në të ardhmen. Janë mundu me sjell kongë të bukura, por këtë rast njëri për veten mendoj e bën më të bukurën. Mundohet paktën maksimumin, do të thonë deri maksimumin, deri në pikën e fundit ku mundon që mendoj që është më e bukur, unë e mundohem për veten, tash krijimet që bëj në vazhdim. Edhe tash këtu kam kuptuar një gjë që kongën e bukur është probleme të adhuru dikush sot. Jam sinqert. Sepse sot ose kompozitori ose ka dikon ose jap një këngëtarit me famë për shembull, që nuk i shkon ashtu edhe puna hoq, pse më jap azemit të japi një këngëtarit. Domethënë me karrierë të madhe. Ka edhe kësi ndasi. Nuk dua të paragjykoj, po duke kriju, të jemi sinqert, duke kriju vetë kam pa një kongë të bukur kur mendoj, që është për shembull këtë kongë që e bën atë fundit. Po nuk i shpas nështë paret që më paguën më jap dikuj. Ato vetë e kisha po, domethënë vetëm vetë. Asnjë mënyrë tjetër dikuj tjetër. Edhe këto kam kuptuar edhe nuk i gjykoj. Nëse dikush mendon ashtu edhe kompozitor të krijues tjerë. A ka ndonjë person që në fakt gjithmonë ke pas qejf me pi kafe me to, po nuk i pas guxim për me ftu? Të jam i sinqert, nuk e kam menduar. Gjithë njerëz që janë sot që ekzistojnë, që jemi me ta, i kemi pas edhe mundësinë. Gjitha kanë rëndësinë, atë kuptimin, respektin, po nuk e kom diçka, jo që me cek diçka. Jo që kom me cek diçka. Nuk e di. Po me dikon që je dalë ki pi kafen, edhe ki mendu që është kafe ëmbël, po të ka dalë kafe e ethë? Nuk e di, po përballemi çdo ditë. Nuk e di çdo ditë. Jo çdo ditë, po përballemi ka njerëz ashtu. Po dhe
një jetë të bo vite, kemi fillu mi zgjedh gjonat nga pak. Mi zgjedh. Jo me kushtu kohën edhe ku nuk meriton, se di, nuk... duke zgjedh tash kemi fillu mos me pas edhe probleme edhe kur e pim kafen, dalë pi kafe me labin, e dalë di çfarë bisede bëj me labin. Tash sfundi kemi pi një kafe. Që e pim kafen para disa nate, mendoj që ishte kafeja më e bukur që unë te kemi pi. Besoj që ka qenë një bisedë. Ish ambienti, ish vendi, ish qetësia, ish gjithë shkafe, dhe më tonë që edhe fillu me muhabete me gjitha që nuk i keme... E që ashtu një kafe shumë e mirë. Nështë ta më e mirë se hera të kaluam kemi pi kafe bashkë, në Turki kemi pi kafe, në Ulqen kemi pi kafe, për gjithmonë s'kemi pas qëtësi, mendoj dyshim. Ama që sa herë pim kafe kur s'kom vete, e pim kafe në anë, bela të thap mesme. Dhe dhe që kur s'm keshit kafe. Kafen kom fillu me pi pa sheqer. Dhe me thonë pa sheqer, ekspreson. Ekspreson, po. Kështu kafe në turke... Të mesme, po, të mesme. Atë ka ndonë dhe një herë... Na pim kafen për hatër sheqerit. Po. Atë ka ndonë dhe një herë me këty falin? Po, më në kanë këthy kështu, për ishin e gore, jo, une, për s'u zdi, dhe në kanë këthy kështu. Po, me këthy kështu për dikush për shkak për shëshnisë e piretet me ta këshyrë. Po, tash tu pi kafe espresso këto, s'ki ku e këshyrë këto. Jo, për para, po me ndej kafe, mirë është edhe kafe turke, po kje dhe në për shumë lokalit, në dërëshme dhe me tonë. Jo veç kafe në espresso, po kje dhe kafe turke që po e bojnë. Para më do me dalë me kolegë dhe me këthy për gjona. Po, o, qka ish bo, njën e tjetët e abo thuj, pas ke një gjerë për në të malë. Gjerë, po, dikush për bol, gojem e dikën, që që në do. Këshim ka herë menu se në bëjnë hajgare dikush kërë jem qëllojmë, dikur dhe bëjmë provokime familjare, pa flasë. Show, kështu pak e bëjmë gjeloz një tjetërin, ka pak ose bëjmë hajgare, diska është. Pak është pjesë e hajgare, zdo më thonë kur ka ndonë do një herë. Nëse nuk do t'ishën këtë profesion ku jesa, qka? Qka isha zemi? Ka njerë bëjnë hajgare me mu, ka njerë edhe rreth e thëjnë. Po mës t'ishtë kjo këndimi, muzika, nuk e di ku t'isha po aty. Se di, mjeshtër nuk jam diçka, nuk e di që atë thëmë, do është një profesion, se di, s'ka me ndu, sepse për fillimeve të mija, që është herë që më di diçka për vetën, e kom fillu muzikën. Asë njëherë s'kam pasli diçka një synim tjetër, kam fillu për shambull prej viteve që prej shkollës kër kam fillu klasin e parë, për shambull se e kam pasli, me thonë, babi në këtë familja me muzikën. Edhe gjithmonë me instrumente ndorë, gjithmonë ka emi cilë instrumente, po thuj se gjitha instrumente nga pak ju bi, edhe nuk më kalon ko hapësirë që me mëndu në me qënë diçka tjetër. Nuk e ka mëndu, po isha gjindë, edhe më stishë muzika, ka rrugë zoti qëtë si ka tjetër. A ka diçka në furë për sezon të verës? Po, kam projekte, hera të kalu më kërthaja, po, gjithmonë kam pas, gjithmonë kam prit, po kam disa kong i kam në furë, fakt, të orkestrus, në për studio, si në Kosovë, si në Maqedoni, në Shqipëni, kam dërgu të ata producentat. Shumica janë, më së thonë gati gjitha janë, përveç njerës janë krimet mija. Ato e gjaj vetën, po e gjaj vetën mas mirit, keq e mirë, du t'jem onaj autentik, veprat mija, është nësi kërë e di që janë të mija dhe knaqëna kërë i thëmë dikurin e kam shkru vetë, e kam bo vetë. Aja më njafton për mu, sepse tregun e kam në regull me dasmat për qëndroj mirë. Jep, aty ku shkoj jep atë maksimume me atë përgjësin time që e kam. Kam disa projekte. Kur thëmë disa nuk janë B3. Okej, bukur. Më ndoni bashkë për njem? Jo, nuk kam diçka, jo. Me të njën vetë. Nuk është që unë jam kondër, po nuk kam diçka. Ndalim të sezona e dasmave. Përshka kogja je ngarkum, ki qenë dhe më thonë edhe vitin e kalum, edhe vitit para prake, po kjo vit vjen prap dhe më thonë kogja i sukses shumë për ty, përshka që e di punën cilën në fakt e bënë. është përgjithsi shumë e madhe. Po la, të edhen edhe vetë, kur nëse isha konë vetëm prezent në për flasë në diskoteka. Përgjithsia nuk mbi ashtë shumë mbi mua, pëse është një mbromje jo ashtë e rëndësishme për dikon personalisht. Po, kur folim për dasëm është nëse një qift, ajo, për shemull, një dhondër një nusë, po edhe familja, edhe prejtë të tëre, e presin me vite atë gëzim, atëherë më bën me konë shumë përgjez për ata që cilën unë jam iftum aty. Edhe është vërtet që duhet të ndjejmë gjithë atë përgjësi. E kërë ndjejmë atë përgjësi është pak stresuse, zbat fjallë. Gjithmonë është si në herën e parë,
Unë e shtoj shovetin, çdo herë që shkoj edhe në për intervista tjera kam thonë, s'ka shkoj në dasëm, është gjithmonë si herën e parë. Nuk e di këne kom kundërshtar, në atë kuptim kundërshtar, po e thomë jo kundërshtar, se përballëm me një publik të ri. Nëse një familje të njëjtë shkon, as aty nuk e ki publikun e njëjtë. Gjithmonë jem shumë dëshira, po flasë kam fitu një mendoj, një provoj këgja të mirë, që paka shumë i plëcu dëshirat, 100% nuk mundi mas njerë, po mi plëcu dëshirat përgjësi gjatë kretë musafirëve aty. E cila këngë është që në fakt në dasëm nuk do këta kishe këndu kur, po është e dëmëzdëshme me këndu? Pa jam i do këngë, ta thëmë sinqerisht, jam do këngë me defa për shamull. I këndaj, dalin mirë, të publiku dalin mirë, me valzu, ritmikisht, ka një honë aty ndasën, me këtë po me dëshirë, që jam ashtë dhe një fanë si madhe i përgjësi muzikave këtu në me defa që janë. Po ndasëm i servoj. Po bashkë shëret është. Shëret është. Me konë për shamë me defa më renda. Po mi knu, unë e mi knu, nuk e shoh, tash ishte pyetja ashtu, po thëmë përgjësia... Interesant, kemi kishti me mendu dhe më thonë, këto valtarët e Ferizajit, lëmë, Tauland, mi pas një javë në emision ato me defa kej komplet, edhe ju dytë me pianë. Po të po, ju më inspiraj dhe më thonë, ato me defa komplet, dhe më thonë edhe këta dytë, dhe më thonë, njën në pianë edhe tjetërin violin, a di shpar atmosfera e... Vërtet është atmosferikën ato, unë i bëjt, dhe më thonë, gjithmoni kam ndasëm ato në repertuarës, bëhat fjallë, po thash në atë me ndëgju, i kësha ndëgju, po unë mi performu, po është ka që më lena ashtë për shtypje. Azem, unë e di që Lumi dhe Taulanti për të prejse në anën tjetër edhe kangën e fundit për të një kafe me labin për sonte, me performu, e di që e ki përzgjedh njën e për kangëve që është kangë ndërshta që so këndu me vite në televizion, e di që në për darsma, në për sende, shumë këndohet, shumë shperë me tonë për shkak se kërkojnë, mësë më thuj që jetë të dash me bo në i remake, në i se. Gjabi ka njerë këto ide tua, shumë kush sot hanë bukë shumë për ideve tua. Po thusha. Edhe një ndërto është një që ma përmende të pi kafe është kjo, është Qomo Regjo, e këndoj, po sot basi ishim duke full, ti ma sole si ideni, edhe pe këndoj edhe këtu, nësi në emisionin tëndë. Nëse ki diçka për mjë thonë gjithë atyre që të fakti janë pjesë e jotja, pjesë e pandashme edhe emisionit i kafe me labin? Edhe njerë, lab falemderit për ftesën, falemderit edhe ndihim së vërtet si në shpeteme. I përshëndes gjithë, unë jam gjithë ata që sot mu më shikojnë, më përcjelin, ju e fjallin që do të cili kongë të bukra, nga vetvetja ime, është vetvetja, unë do t'jem azemi në ato projektet e arshme. Nëse s'kam qenë ma herët, tash dhe më thonë do t'jem vërtet, do t'mundohem t'jemi aj azemi autentik. A kena me pas në kongë azem, dhe më thonë që është... Nuk i djetë, nëse kënoj, do një ditë, po gjitha tash... Për veti. A, për veti. Nuk e di, dhe shta do e la si në testament, më ma këndu dikush tjetër, është të tjetë dikur. Nuk e di. Unë po të falenderoj ty, po të falenderoj prind, familjen tënde, e në veçanti bashkëshortën tënde dhe ata fëmijët e tu, dhe më thonë që unë me vajzën tënde kam një relacion jashtë zakonisht bukur, pja qaj një zemër prej Agjit Lab këtu, prej emisionit një kafe me labin. Azem paqnet dhe paq gjithat mirat edhe uroj që ta kesh vokalin për shkak se zonat pret. Falemderit Lami, bashkë me ty. Më ka shterë pak që ata për uroj se cilët për ju. Po kënë ti, këtë më shumë se disa shumë kanë këtojë. Ja. Se ne kemi po të osë më pak. Ja. Azem, falemderit shumë. Falemderit shkot, rej Taulantit edhe Lumit, edhe bënu gati gjithë shka. Unë duhet këtu sa më bashkë me Kremin, me falenderu edhe Guzonin, por gjithashtu me falenderu edhe ekipin e emisionit Një Kafe me Labin. Falemderit Berat, falemderit Sincer, falemderit Amdit, mi thonë, edhe Astritit e Ajdarit të cilët i fakt e realizojnë Një Kafe me Labin. U mundu me dhe sonte se diçka të bukur mjë si edhe juve. Falemderit Pavinit, për aromën e kafes, falemderit Fibullës, Paul McLean, Valonës, por një falenderimi veçan shkon për juve. Mos ta lë Zoti pa ju shikues të emisionit Një Kafe me Labin. Me azemin e përfundojmë për sonte, takojmë javën tjetër.
sem të madhe, po të banë nana. Qau re, qau djalo, qau sakali nanes, o sot ma i mirë, po m'do kësho. Qau re, qau djalo, qau sakali nanes, o sot ma i mirë, po m'do kësho. Po vini krushit, rethit malit, reshaj dhe kundrash të kalit. Qau re, qau djalo, qau sakali nanes, o se s'ka nana tjetëro. Qau re, qau djalo, qau sakali